Një ngjarje e pazakont ka tronditur opinionin publik në Suedi, ku një çift prindërsh është dënuar me burg për shkak të higjienës jashtëzakonisht të dobët dentare të fëmijëve të tyre. Rasti i konsideruar si një ndër të parët e këtij lloji në vend, është raportuar nga e përditshmja suedeze Aftonbladet dhe ka ndezur debat mbi përgjegjësitë prindërore dhe kujdesin ndaj fëmijëve. Familja në fjalë e përbërë nga disa fëmijë u gjem në qendër të një hetimi gjyqësor pas një vizite te dentisti, i cili zbuloi se të gjithë fëmijët kishin prishje serioze të dhëmbëve. Në disa raste gjendja ishte aq e rëndë saqë dentistët u detyruan ta heqnin dhëmbin për të parandaluar përkeqësime të mëtejshme shëndetësore. Prindrit kanë mohuar kategorikisht çfarëdo lloji neglizhence dhe janë përpjekur të argumentojnë se kanë bërë më të mirën e tyre për të kujdesur për fëmijët. Megjithatë, gjykata nuk i pranoi këto pretendime. Pas shqyrtimit të fakteve dhe dëshmive mjekësore, ata u shpallën fajtor për neglizhencë penale, një vepër që në Suedi dënohet rënd, sidomos kur bëhet fjalë për moskujdes ndaj të miturve. Në sistemin suedez të drejtësisë, prindrit kanë detyrim ligjor për të siguruar jo vetëm edukimin dhe mirëqenien e fëmijëve, por edhe kujdesin shëndetësor, përfshirë atë dentar. Lënia pasdore këtyre përgjegjësive shihet si një dëm serioz ndaj fëmijëve dhe trajtohet me të njëjtin rigozitet si rastet abuzimit fizik apo emocional. Si pasojë të dy prindërit janë dënuar me 8 muaj burg, vendim që kanë gjatur reagime të ndryshme në opinion, disa e kanë konsideruar të ashpër, të tjerët e shohin si një proces të rëndësishëm në mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Ky rast ngrej pyetje të rëndësishme për shoqëritë moderne, mbi rolin e prindërve dhe ndërhyrjen e shtetit në mbrojtjen e shëndetit e të miturve, duke treguar se edhe detajet që në vende të tjera mund të duken të parëndësishme, siç është larja e dhëmbëve, në Suedi trajtohet me seriozitet maksimal.